Përshëndetje dhe sot po përgatisim një recetë tepër të mirë të shijshme të bukës. Filloj me përgatit bukë shtëpie. Fillimisht në një inç shtojmë 300 ml ujë të ngrohtë. Shtojmë 20 gram maja buke të freskët ose 7 deri në 10 gram maja buke të thotë. Vazhdojmë, shtojmë pak miell edhe në fund kryp dhe për këtë recetë shtojmë 3 lugë të vogla të çajit me kryp. 3 lugë të çajit kryp edhe vazhdojmë e përziejmë brumin derisa të formohet. Pra duke e përzi, duke shtuar miellin. Është një recetë e bukës që e kanë përgatitur nënat tona, vetëm se unë sot kam vendosur që t'i jap formë pak më ndryshe. Bëhet shumë e mirë e shijshme, përgatitni për një drekë ose një darkë, nuk do të zhgënjeheni me këtë recetë. Pasi e kena formuar brumin mirë, fillojmë edhe kështu me dorë, pra e përzim, në fund e lyejmë me pak vaj edhe e la brumin që të pushoj, të dyfishohet shumë, sidomos herën e parë duhet ta lëni të dyfishohet mjaftueshëm. Pasi brumi ka pushu për afërsisht 1 orë e gjys, tash brumi është gati. Vazhdojmë edhe në tavolinën e punës. Brumin fillimisht do ta ndajmë në pjesë të vogla, pra në pjesë të barabarta. Dhe për këtë recetë, pra mu deshtën miq të dashur dikon rreth 500 gram miell për ta përgatitur bukën apo recetën e bukës për sot. Kemi nda në brumin në pjesë të barabarta. E tash vazhdojmë nga këto pjesë formojmë kuleç të vegjël. Qëndroni me ne për ta kuptuar edhe sekretin e kësaj recete. Unë jam e sigurt se nëse do ta përgatesni, keni më nda shumë të kënaqur. S'ka kush që nuk ta pëlqente këtë recetë të nënave tona. Marrim kuleçt edhe do i hollojmë kështu një nga një. Pra i çelim një nga një duke ju shtuar nga pak miell në qoftë se e shikoni që po ngjitet për holluesen. Dhe japim kështu një formë përsëgjate, sepse kështu duhet të përgatitet kjo recetë. Mandej i mbështjellim sikur role ose sikur kifle. Me të gjithë kuleçët, pra do të veprojmë njëjtë. Të gjithë kuleçët, pra i hapim kështu në këtë formë siç po e shikoni në video, i mbështjellim dhe kështu janë të gatshme. Mandej, pasi të përfundojmë, do i vendosim në tepsi ku mendojmë ne me i pjek. Mirë po gjithmonë do të merrni një tepsi pak më të vogël. Pasi kam përfundu, tash i vendojmë në tepsi. Unë do ta përdori këtë tepsi që është pak e vogël, mirë po mjafton për këtë recetë. Pra, bukën e kena vendos në tepsi, e lajmë sërish që të dyfishohet edhe për 30 minuta të tjera. Pasi ka pushu mirë edhe brumi, pra është fry, po e vrini, buka është gati, vetëm se i kemi dhënë një pamje apo një formë krejt tjetër, e vendosim në furrë për ta pjekur në temperaturë 220 gradë për 17 minuta. Edhe kur buka është skuq, mbi kështu, siç po e shikoni, sapo e kam larguar nga furra, menjëherë e lyej me pak gjalp, ose në qoftë se s'keni gjalp, me margarinë ose me vaj, e leni që të zbutet, edhe shikoni tash rezultati ju mahnit. Bëhen të buta, të mira, të shijshme, më të mira se sa me i ble. Ka një aromë të veçantë, pra bukë shtëpie, provoni recetën, jam e sigurt që e gjithë familja do ta pëlqej. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për recetën e sotit. Provoni e pastaj na shkruani në koment. Mirëmbëjtje.